Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jeni së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. 1 maj në Gjirokastër vijon traditën e festimeve familjare. Parku Natyror i Virojit edhe këtë vit ishte zgjedhja e qytetarëve gjirokastrit për të shijuar pamjen piktoreske dhe aktivitetet e shumta që u organizuan në këtë oazë natyror. Qielli i Gjirokastrës u zgjuaj zhurmshëm këtë të enjte nga zhurma e avionëve të vegjël sportiv Deltaplan, por edhe i bukur nga parashutistët italian që hidheshin nga bordet e këtyre avionëve sportiv. Parashutistët italian shijuan bukuritë dhe relievin e qytetit të gurtë, ku ajri të ofronte një pamje magjepse. Në bashkinë e Libohovës ka përfunduar mbjellja e rreth 90% të sipërfaqes me misër për këtë sezon, ndërsa bashkia po ndërhyjnë për të siguruar ujitjen për fermerët përmes pastrimit të kanaleve vaditëse. Në total, në këtë bashki mbillen çdo vit 234 hektar tokë me misër, një nga kulturat më të rëndësishme të kësaj zone. Toka e Bektash Nasit nuk mbetet kur bosh. Për gjatë gjithë vitit, ky 84 vjeçar nga fshati i Varibob i Pëlqyrës kultivon perime dhe fruta. Ai e konsideron aktivitetin në bujqësi si të dobishëm, jo vetëm për shëndetin, por edhe për ekonominë familjare. Ju njohim tani më gjerësisht, 1 maj në Gjirokastër vijon traditën e festimeve familjare. Parku Natyror i Virojit edhe këtë vit ishte zgjedhja e qytetarëve gjirokastrit për të shijuar pamjen piktoreske dhe aktivitetet e shumta që u organizuan në këtë oazë natyror. Parku Natyror i Virojit edhe këtë vit ishte zgjedhja e qytetarëve gjirokastrit për të shijuar pamjen që të ofron kjo bukuri natyrore dhe oazë i gjelbër. Në aktivitetet e tyre të lira, familjet preferuan ta shijonin një kafe dhe një drek në bizneset që ndodhen rreth këtij parku natyror. Sot në ditën e 1 majit, sindikatat të ndryshme nëpër botë protestojnë mbi të drejtat e punëtorëve, ndërsa në Gjirokastër, siç shihet edhe nga pamjet, është një ditë e zakonshme feste. Po ne kemi dalë me xhiro, me koshuri, me nipër, me mesa, do kënaqemi, edhe ta festojmë në shtëpi, do ta festojmë. Festohet për ditën e punëtorëve. Ne zgjedhëm që të vim nga Viroj që ta festojmë sa më bukur këtë festën sot. Është një fest, cilën duam ta festojmë, sipas mënyrës tonë. Po kam dalë me familjen. Në parkun e Virojit po argëtohemi gjithë aktivitetet që janë bërë me poligone, shes në mbërësira. Edhe unë jam shumë i lumtur që kjo fest realizohet kaq me aktivitet. Festë më që protest, kamen protesta tani. Ja, kemi dalë këtë nga Viroj, edhe kjo është kënaqësi. Një qetësi, një ajër i pastër, një të gjitha kushtet. Ditë feste, e dalim, festa e punëtorëve. Kam dalë me niprit, me mbesat. 1 maj në Shqipëri dhe sidomos në Gjirokastër vijon traditën e festimeve familjare, ndërsa disa pëlqyen parkun e Virojit, të tjerë kanë zgjedhur të shijojnë site të tjera arkeologjike, por edhe gurgullimën e ujrave të Drinës dhe Vjosës në këtë ditë të bukur e me diell. Kandidatët e forcave politike që garojnë për zgjedhjet parlamentare të 11 majit kanë vijuar takimet me elektoratin. Kandidati i Partisë Socialiste Tërmet Peçi u ndal në një bashkëbisedim me banorët e Nepravishtës, ndërsa kandidatët e Partisë Demokratike Tritan Shehu dhe Alma Kore, gjithashtu Bajram Hysa, kanë zhvilluar një takim me shtresën e ishtëpërndjekurve politik sot në pension. Premtoj që do jem një shërbëtor, për këdo dhe një dere hapur, një mik i mirë, mirënjohës dhe punëtor i palodhur, për të kthyer mbrapsht gjithë kontributin e këtyre motrave dhe vëllezërve të kësaj familje politike, por jo vetëm. Kështu i u drejtua banorëve të zonës së Nepravishtës kandidati i Partisë Socialiste Tërmet Peçi, ndërsa i ka dhënë fjalën se pas datës 11 maj do të jetë mes tyre së bashku me kryetarët e bashkive për të evidentuar problematikat që kërkojnë zgjidhje. Sot, unë jam një kandidat që përfaqësoj një forcë të majtë politike dhe jam në listë garuse me të gjithë ju për të qenë i denjë
përfaqësues për të gjithë qarkun dhe premtimet vijnë mbas fuqisë dhe besimit të kujdo dhe cilit do që beson tek unë. Puna ime fillon në datën 12 e 13 dhe në vazhdim. Pushteti vendor pa mbështetjen e pushtetit qendror, pa një suport të pushtetit qendror është hiç, por dhe pushteti qendror ka nevojë shumë për pushtetin vendor dhe dy këta faktorët që ne i kemi pothuajse në gjithë qarkun ton bëjnë atë që bëjnë truezën e rrumbullakt për të diskutuar problematikat duke ulur në njësi, në fshat, në bashki po të doni ju dhe më gjerë. Dhe pastaj nis puna për të gjithë neve së bashku. Ne të tjerët jemi në listë hapur dhe garojmë për njëri tjetrin dhe pyetja më e mirë që më bëri mua komandanti më tha çfarë mund të bësh ti më shumë se të tjerët. E para unë nuk premtoj si të tjerët, se po të premtoj tani s'kam asgjë në dorë, jam i barabartë si të gjithë juve, por premtoj vetëm një gjë, të garantuar me fjalë burri, që datën 12, nëse do të kem mbështetjen dhe besimin tuaj, unë kthehem mbrapsht siç e kam treguar atje, ku drejtova, administrova jo pak 14 vite, dhe së bashku ndofta në këtë sfidë të re, edhe me kryetarët e bashkive dorë për dorë, ulemi këmbkryq, flasim shtruar për gjithë problematikat, hallet që ka ky komunitet. E unë e kam treguar që kur marr diçka përsipër, jam kokfort këmbgulës dhe e çoj deri në fund për ta bërë realitet atë që i duhet jo tërmetit, po të gjithë këtij komuniteti. Unë nuk mendoj dhe besoj se du të ketë forcë tjetër politike për të realizuar një ëndër që të gjithë ne kemi aspiruar, e kemi ëndëruar për ta bërë Shqipërinë pjesë të familjes të Bashkimit Evropian. Dhe mendoj që të gjithë së bashku ne do të dalim në datën 11 dhe data 12 do të jetë privilegj i madh i kujdo kandidatit të kësaj force politike për të qenë përfaqësues zë fytyrë dhe mbi gjitha për të qenë një shërbëtor i denj për të gjithë të komunitet. Kjo është ajo që premtoj unë premtoj që do të jem një shërbëtor për çdo dhe cilindoj një derë hapur, një miku i mirë, një mirënjohës i mirë dhe një punëtor i palodhur për të kthyer mbrapsht gjithë kontributin e këtyre motrave dhe vëllezërve do të thosha unë të kësaj familje politike, por jo vetëm, edhe me gjërë. Dhe në mbështetjen Tërmet Peçit, si kandidat i Partisë Socialiste, kam besimin se ashtu sikur se ka përfaqësuar qytetin e Tepelenës këtë legjislatura, me pjekurinë e tij, me burrërinë e tij dhe me mbajtjen e fjalës së tij, them se do të na përfaqësojë dënjësisht në parlamentin e ardhshëm të Shqipërisë. Zoti deputet, mirë se erdhe në fshatin tonë. Pse i them zoti deputet? Këtë bindje e krijova nga të gjitha unë që kam parë dhe mbështetja që shikoj në gjithë qarkun e Gjirokastës për Tërmetin. Përvoja dhe mënyra e administrimit të pushtetit që ka treguar në atë vend ku administronte, ka lënë me të vërtet shije dhe mbresa qoftë për komunitetin, po qoftë për të gjithë ne aty. Në datën 12 ne do jemi shumë më tepër këtu Tërmet dhe jam i bindur që aty pastaj fillon puna jote e vërtet. Dhe në qytetin e Gjirokastrës po shoh një përkrahje dhe një mbështetje të emrit të Tërmetit. Sepse është krijuar bindja dhe provuar kjo gjë që është njeriu i mbajtjes së fjalës së dhënë. Është detyra tonë që të tregojmë në datën 11 detyrimin tonë që kemi Karshiteje dhe pastaj në datën 12 ne një ditë e kemi, ti do ta kesh me ne 4 vjet. Në gjitha kohrat ne jemi dëshmitar që zakonisht deputetët na vinin nga Tirana ose nga zona të tjera. Fakti që Tërmeti banon dhe jeton në një vend në komunitetin ku ka drejtuar prej shumë legislaturash, e bën një njeri atë gjithmonë më të afërt me ne, dhe fakti duke qenë se ka qenë edhe drejtues në pushtetin vendor për disa legislatura, i ka prekur të gjitha hallet dhe problemet që ka komuniteti, po thuaj se problemet janë të njëjta dhe ne jemi një bashkim me drejtim bujqësor dhe elektoral, ashtu sikurse Bashkia Tepelen, kemi shumë probleme dhe pika të përafërta, prandaj unë i ftoj të gjithë bashkëtarët e mi, t'i japim përkrahjen, ta vëmë në provë Tërmetin, ai provën e parë ka kaluar me sukses në pushtetin vendor, t'i japim të drejtën, ta vëmë në provë për provën më të madhe dhe besoj se ai do ta kaloj me shumë sukses.
sa shumë sfida ke kaluti. O vëndim, ne jemi që bone këtu. Drejtuesi politik i Partisë Demokratike për qarkun Gjirokastër, Tritan Shehu, në shoqërinë e kandidatëve për deputet, Alma Kore e Bajram Hysa, ka zhvilluar një takim me shtresën e ish të përndjekurve politik sot në pension. Në kontakt me përfaqësues të kësaj shtrese të pavëmendshme nga qeveria Rama në 12 vitet e fundit, zoti Shehu e ka karakterizuar sjelljen e qeverisë si arrogante. Në takim me ta janë ndarë shqetësime që prekin këtë grup mosh në Gjirokastër. Berisha këtu nga Gjirokastra deklaroi qartësisht rimbursimi i medikamenteve që në fazën e parë të rrëzimit të këtij regjimi dhe të krijimit të qeverisë Berisha Demokratike do të jetë nga 95 deri në 100%. Ne do të aplikojmë parametrat europiane në mbështetjen e qytetarëve në sistemin shëndetësor. Së dyti, unë bëj një pyetje juve. Sa janë sigurta medikamentet që ju përdorni? Si është zgjedhja e parë dhe zgjedhja e dytë e asaj liste krejtësisht të cunguar të rimbursimit të medikamenteve? Janë medikamente të cilat nuk janë të certifikuara as nga EMA, nga Agjencia Europiane, as nga Agjencia Amerikane për sigurinë medikamentoze. Kjo është bën. Kjo bën që të jenë medikamente të pasigurta për qytetarin. Çfarë pasoja ka? 2 pasoja shumë të rënda. E para dëmton shëndetin e qytetarit, ku nuk ka veprimin e plotë. Po ka dhe pasojë tjetër ekonomike. Sepse duke mos u mjekuar normalisht në ambulator, padyshim patologjia zhvillohet dhe nesër pasaj duhen shpenzime shumë të mëdha në spital për të mjekuar dhe vuajtje dhe rrezikim shëndetit dhe rrezikim të jetës. Pra kemi diçka megjithmonë tragjike, megjithmonë shumë të rëndë. Ne ju sigurojmë diçka, që ligjin që kemi pas të miratuar në 2008, për cilën unë kam dhënë një kontribut të veçantë, do të riaplikohet përsëri. Ligj që u ndrua nga ata në 2014, i cili parashikonte që në Shqipëri nuk mund të qarkullonte asnjë medikament, po mos i certifikuar nga Agjencia Europiane ose nga Agjencia Amerikane, një pikë. E dyta, që mos i regjistruar së paku në 2 vende të Bashkimit Evropian, dhe e treta, që mos i qarkullonte për së paku 2 vjetësh në 2 vende të Bashkimit Evropian, pa kishte një marzh të 3 fish sigurie. Ndërsa kandidatja për deputete Alma Kore është ndalur tek risit që do të sjellë qeveria e nesërme, ku vlen të theksohet krijimi i Ministrisë së Integrimit Politik, që do të merret me çështjen e të përndjekurve politik. Do doja të ndalesha pak tek të përndjekurit politik, që është një nga shtresat tona më të përndjekura. Duke qenë se vije edhe nga një fshat i përndjekur, me të vërtetë, nga Laxarati. Ajo që më doja të thoja është që akoma jemi në vitin 2025 dhe akoma nuk kanë marrë dëshpërblimet. Akoma nuk kanë marrë deri në fund të gjithë ato lekë që atyre ju takojnë. Jemi akoma në mes të një proces. Po çfarë do bëj Partia Demokratike? Partia Demokratike me njëherë do të ngrejë Ministrinë e posaçme për integrimin politik, që do të merret me zbatimin 1-1 të gjithë programit të saj. Për sa i përket çështjes së të përndjekurve politik. Do të ngrojë një komision kombëtar të viktimave, ku do të bëhet identifikimi i gjithë viktimave dhe sigurisht të shpërblimi i tyre. Kemi ndryshimin e ligjit për dëshpërblimin. Ne e dim që një pjesë e tyre nuk janë dëshpërblimer, sepse ka qenë për një periudhë 8 vjeçare. Arbeni e di shumë mirë. Nuk do të jetë më 8 vjet, por do të jetë 25 vjet. Ju e dini që unë jap mësim në shkollë dhe ajo që unë vëre dhe që mua më dhëmbë është që brezi i ri nuk e ka konceptin dhe nuk din se çfarë kanë hequr prindrit tanë apo gjyshrit tanë. Çuditërisht kanë disa ide të majta në 2025. Por ata kanë edhe një mos fare informacion se çfarë ka ndodhur. Çfarë është bërë 45 vjet në Shqipëri. Pse ndodh kjo? Sepse tekstet tona janë të mangëta. Tekstet tona shkollore, të gjuhës, të letërsisë, të historisë,
nuk kanë absolutisht fare të shpjeguar se çfarë ka ndodhur në këto 45 vjet. Çfarë kanë hequr etrit tanë, prindrit tanë, gjyshrit tanë. Partia Demokratike merr në pushtet sigurisht që këto kurrikula, këto tekste do t'i rishikoj dhe kanë ngritur edhe një grup pune, të cilët do t'i implementojnë në shkollat tona. Jo vetëm në ato 8 vjeçare, por edhe ato shkollat e mesme. Ne dëm shpërblimin e të përndjeku politik, ne do ta bëjmë brenda, Partia Demokratike do ta bëjë brenda 4 vjeçarit të parë të mandatit. Ne këtu kemi ligjvënësit e parlamentit, zotin Dritan dhe të 4 kandidatët tanë do na mbështesin dhe do na japin maksimumin, sepse ne jemi garancia e fushatës tyre në gjithë qarkun e Gjirokastës. Unë nuk di që të përndjeku politik të mos angazhohen në këtë fushatë. Jam nga Përmeti dhe kam qenë kryetar i Partisë Demokratike, e njoh kolegët e mi në gjithë qarkun e Gjirokastës, di që të përndjek politik janë pararoja e fushatës dhe pararoja e Partisë Demokratike. Qielli i Gjirokastrës u zgjua i zhurmshëm këtë mëngjes të enjtëje nga zhurma e avionëve sportiv Delta Plan, por edhe i bukur nga parashutistët italianë që hidheshin nga bordet e këtyre avionëve sportiv. Parashutistët italianë shijuan bukuritë dhe relievin e qytetit të Gurt, ku nga ajri kishin mundësinë të shikonin një pamje magjepëse. Në Gjirokastër po zhvillohet edicioni 8 i parashutizmit, organizuar nga Skydiving Albania. Për disa ditë me radhë, qyteti do shndërrohet në një qendër të spektaklit ajror, ku pritet të performojnë 75 parashutistë italian, të cilët do të realizojnë hedhje spektakolare nga avionët sportiv. Kësaj radhe kanë ardhur akoma më shumë se vitin e kaluar, janë regjistruar mbi 75 parashutistë që kanë ardhur nga i gjithë Italia dhe nga Sicilia që për shumë përpara nuk kishin marrë pjesë. Dhe kanë shumë kërkesa nga anën e shqiptarëve që duan të provojnë hedhje ndryshe. Kështu që nesër deri të dielën janë mbi 30 veta që do vinë të provojnë hedhje ndryshe këtu në Shqipëri. Për momentin janë parashutistë italian që kanë ardhur pikërisht nga Italia për të hedhur në Gjirokastër, që mund të jetë si është pasioni ajo i hedhjes, por nga që janë ata që kanë ardhur dhe vitet e kaluara, u ka ngelur ajo dëshira për të vazhduar për të hedhur në Shqipëri dhe mund të themi stërvitja, sepse kjo është një aktivitet që bëhet çdo fundjavë zakonisht në gjithë botën, përveç se në Shqipëri është akoma e mundur, kështu që janë ato dallën ndryshe të themi të parashutizmit për Shqipërinë. Parashutizmi unë flas gjithmonë për skydiving, kështu që për shqiptarët jepet mundësia me hedhje ndryshe me instruktorët e kualifikuar që vinë gjithmonë nga Italia për të dhënë këtë mundësi. Interesi është shumë i madh jo vetëm nga shqiptarët që duan të bëjnë kursin për të hedhur edhe vetëm si parashutistë dhe nga gjithë bota. Kam shumë kërkesa, puna se nuk mund të përgjigjem kërkesave sepse mungojnë akoma gjërat më elementare për të dhënë këtë mbështetje. Për 3 ditë me radhë, nga orët e para të mëngjesit deri në perëndim të diellit, qytetarët dhe vizitorët do kenë mundësi të shijojnë fluturimet dhe hedhjet ajrore që gjallërojnë qytetin e Gjirokastrës. Është hera e tretë që vim me kënaqësinë e Shqipërisë dhe në Gjirokastër, sepse është një zonë e bukur dhe me njerëz të mirë. Dhe këtu është një nga zona më të mira që jam hedhur me parashut. Posso dire che è una delle migliori zone di cui ho saltato. Questa è la seconda volta. Sa po hodha me parashut dhe është një ndjesi e papërshkrueshme, vetëm nëse e provon atëherë e kupton. Frika është, po do guxim ta përballosh. Bisogna provarla. Ky aktivitet jo vetëm që promovon spektakle ekstreme dhe turizmin, por edhe pozicionin e Gjirokastrës si një destinacion unik për aventurierët dhe dashamirësit e qiellit. Në Bashkinë e Libohovës ka përfunduar mbjellja e rreth 90% të sipërfaqeve me misër për këtë sezon, ndërsa bashkia po vijon punën për të siguruar ujitje për fermerët gjatë sezonit të verës nëpërmjet pastrimit dhe mirëmbajtjes së kanaleve vaditëse. Në total në këtë bashki mbillen çdo vit 234 hektar tokë me misër, një nga kulturat më të rëndësishme të kësaj zone.
Rreth 90% e sipërfaqes bujqësore që mbillet çdo vit me misër në bashkinë e Libohovës është tashmë e kultivuar. Kjo shifër tregon për një ritëm të mirë të punimeve bujqësore dhe për angazhimin e fermerëve në sezonin pranveror. Deri në këto kushte që jemi sot, na ka ndihmuar atmosfera. Kemi pluguar, kemi mbjellë në kushte shumë të mira. Inshallah na ndihmoj natyra edhe për vjelje. Sa sipërfaqe mbillni ju me kulturë? Unë për vetë time me kulturë misë mbjell deri në 10 hektar. Pastaj ka ca shok që mbjellin dhe më tepër 30-40 sipas vendit që kanë. Për të lehtësuar punën e fermerëve dhe për të garantuar vaditjen e tokave të mbjella, Bashkia Libohov ka ndërhyrë me pastrimin dhe sistemimin e kanaleve ujitës. Qëllimi është të mundësohet një rrjedhje e rregullt e ujit në të gjitha parcelat bujqësore. Ndërhyrjet kryesore në këtë periudhë ndaj nga bashkia janë në drejtimin e përmirësimit të sistemit ujitës, rregullimin e skemave ujitëse, duke marrë shkak dhe nga përvoja e vitit kaluar, pasi ka pas disa defekte, ne kemi ndërhyrë në rregullimin e këtyre skemave. Në këtë bashki çdo vit mbillen me misë rreth 234 hektar tokë bujqësore. Kjo kulturë mbetet ndër më të përhapurat në zonë dhe luan një rol të rëndësishëm në ekonominë familjare dhe bujqësinë vendase. Drejtoria e Qendrës Shëndetësore Finiq ka ndërmarrë një nisëm sensibilizimi të nxënësve në shkolla për sa i përket rrezikut nga droga, alkooli dhe duhani. Drejtoria e Qendrës Shëndetësore Finiq ka ndërmarrë një nisëm për sensibilizimin e fëmijëve për sa i përket rrezikut nga droga, alkooli dhe duhani. Në këtë kuadër, u realizohet edhe bashkëbisedimi me nxënësit e shkollës nënvjeçare të Finiqit. Her pas here zhvillojmë aktivitete të ndryshme që i vinë në ndihmë të rinjve, fëmijëve, fushata sensibilizuese për tematika të ndryshme. Tematika që kemi zgjedhur sot është droga, duhani dhe alkooli, varësia ndaj tyre, në mënyrë që të eliminohen, problematikat tek të rinjtë e sotëm, të cilat për fat të keq janë të shumta. Drejtuesit e kësaj qendre shtetësore mendojnë ta zgjerojnë gamën e bashkëbisedimit edhe me këshillën e prindërve. Po, këto fushata sensibilizuese ne na vinë ndihmë edhe Drejtoria e Shëndetit Publik të Delvinës që kemi, krijojmë vazhdimisht aktivitete të tilla. Takimet të ngjashme pritet të organizohen edhe nga drejtoritë e 4 qendrave shtetësore të tjera në bashkinë e Finiqit. Toka e Bektashnasit nuk mbetet kur bosh. Përgjatë gjithë vitit, ky 84 vjeçar nga fshati Varibob i Këlcyrës kultivon perime dhe fruta. Ai e konsideron këtë aktivitet në bujqësi si të dobishëm jo vetëm për shëndetin, por edhe për ekonominë familjare. Bektashnasi nga fshati Varibob i Këlcyrës është 84 vjeç, por mosha nuk e ka penguar që të vazhdojë të merret me bujqësi, një zanat që e ka ushtruar gjatë gjithë jetës. Në këtë periudhë, ai ka kultivuar një sër perimesh dhe kujdeset me përkushtim edhe ndaj pemëve të mbjella. E tokën unë e punoj, se pa punuar tokën, se nga të toka vinë të gjitha të mirat materiale që rën populli. Ja, mbjell këtu për vetë time, ja. Mbjell një bostat speca, një bostat domate, një bostat fasule, një bostat bamje, edhe e lendisem me gruan këtu. Se s'kemi ku të vem, të rish gjithë ditën, ne jemi pësor me punë, se kemi punuar. Para të këtu të perimet i bëjmë vetë, i mbjell vetë në kubik, mbjellim vetë kubik edhe i zëvëndsojmë në arët pastaj. Merremi me këto, frutikulturën, ja këto, ja. Të gjitha këto i kam mbjellun, janë 4 dylymë këtu, që i kanë djemë të shqitendara, i kanë bardorët e mija, 4 dylymë. Nga të gjitha llojet e pemave, po punove, plakut i shtohet i lëviz gjaku. Në qoftë se unë në këtë moshë do të rri, më bllokoj gjaku dhe vdes. Nuk ka as doktor të shërojnë, as një njeri në jetë. Kështu, e kam dëgjuar në pletë e parë, kam pasur pleq të fshat, 94 vjeç. Edhe fëmijëve u ka ngulitur dashurinë për tokën. Ja u kam ndarë djemit që kam 15 vjet, i kam bërë me certifikata, jam i vetë të bi në rrethe, në qarke të tërë që jam unë, që ja u kam ndarë tokën djemit gjithë. Se cili ka tokën e ti? Djali me nusen, a i ka një dylymë me një subserë për pësh. Çfarë kultivoni?
domate, speca, patërgjane, mashurkë, çfarë do të mbjell dy herë ajo. Fshati Varibob është një ndër zonat më të njohura për prodhimin e perimeve dhe frutave, jo vetëm për konsum familjar, por edhe për tregëtim, kjo fal punës edhe përkushtimit të banorëve, si Bektash Nasi. Komiteti Shtetëror për Pakicat Kombëtare organizon ditën e shtunë në Teatrin Antik të Butrintit një takim artistik me pjesëmarrjen e të gjithë minoriteteve. Minoriteti etnik grek do të përfaqësohet me 3 grupe folklorike. Teatri Antik i Butrintit do të zbukurohet ditën e shtunë me përfaqësues të grupeve artistike nga non-minoritetet e njohura zyrtarisht nga shteti shqiptar. Është takimi i dytë i këtij lloji, i cili organizohet nga Komiteti i Pakicave Kombëtare të Republikës së Shqipërisë në bashkëpunim me shoqatën kulturore Shen Kozmaj Livadja. Si vjetë do të organizojmë në qendrën të Butrintit, në amfiteatrin e Butrintit, do marrim pjesë nën pakicat që rojnë në Shqipëri, nën pakica kombëtare, edhe çdo gjë do bëhet nga me mbështetjen e Komitetit të Pakicave për ruajtjen e trashëgiminë kulturore të nën pakicave. Nga minoriteti etnik grek, cilat grupe do të jenë prezent përveç grupit tuaj? Do jetë grupi Shen Kozmajt, grupi Dropullit edhe grupi Elpida nga Saranda. Takimi i parë i grupeve të minoriteteve është zhvilluar në Livadja të Finikit në muajin nëntor të vitit 2022. Të nderuar shikues, kemi mbritur në fund të informacioneve për këtë ditar informativ. Shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë, miru takofshim.